bashkëkryetari Luciano Boçi ka luajtur lojën zhyt-myt Pse mendon se është mbajtur ky qendrim? Po sepse kanë menduar që Partia Socialiste do ishte tolerante ndaj tyre dhe mund përfitonte politikisht Partia Demokratike duke u parë nga ndërkombëtarët si një partner serioz dhe i qëndrueshëm. Por mendoj që duhet të kenë parasysh që Akrepi ka veti, që vetia nuk e lejon të dalë nga natyra e saj, pra të thëmboj. Dhe Partia Socialiste ti të bëj vetëm llogari elektorale dhe mbajtje pushteti, siç po e bën. Sepse nuk ka reflektuar pse ka dështuar reforma e 2016. Dhe unë personalisht, Katerina, kam zhvilluar një farë neverie për fjalën reforma, sepse kur këta flasin për reforma, i kanë çmendur shqiptarët me reformat e tyre. Reforma shëndetësi ishte shëndetësia falas dhe u premtua që gjithçka do të shkonte mirë. Kujtoj zoti Lidaj që një nga intervistat që kemi zhvilluar ka qenë pikërisht për përdorimin e termit reform dhe aso kohë kur ende ishte në hapat e parë, ishim duke diskutuar dhe duke thënë se shpresonim që në fakt të kishim të bënim me një reform të vërtet dhe me sa duket tani kemi rënë në përsëritje me vetëm një ndryshim, po themi ose kemi ngecur në atë debatin për uljen ose për zmadhimin e bashkive. Pra, në thelb ka ndodhur ajo që në një farë mënyrë e kemi analizuar edhe më herët. Thjesht disa ndryshime të vogla, ndoshta në hartë të vogla, e themi në kuptimin e asaj se çfarë rezultatesh do të ketë për qytetarët, se ndryshimet në thelb, vizatimi i hartës, sikurse e quajtet edhe ju, nuk është diçka edhe aq e vogël, sidomos nëse ka efekte elektorale. Po, ka dhe efekte politike sepse nëse ne mendojmë që bashkitë kryesore të vendit që janë fituar nga Partia Socialiste do humbisnin vende pune nga shkrirja, funksionalitete dhe interesa, normalisht që ka dhimbje parku dhe ne po e shikojmë her pas here që ka revolta nëpër qytete, në Poliçanë, në Divjak, në qytete të ndryshme të prenjasit që nuk janë dakord me këto llogaritë që janë bërë në tavolinë, sepse është vërtet që por mua më intereson të di pse nuk janë dakord, pra në kuptimin nuk